qenë e mira që i është sjellur Kosovës nga këto raporte që i ka shkaktuar Kurti me diplomacinë amerikane, por edhe me politikën. Mendoj që duhet të rimendohet qasja dhe pastaj të vazhdohet me një qasje tjetër më ndryshe. Natyrisht në raport me situatën e re gjeopolitike. Zoti Cane, çfarë rrezikon në këtë rast Kosova nëse dialogu ngec për shkak të refuzimit nga ana e Serbisë, pasi insistimi i Kosovës në garanci juridike shihet shpesh pra si një kërkesë për siguri afatgjatë, por njëkohësisht nga ana tjetër mund të sjellë edhe bllokime. Ishane, kur heziton Serbia nuk është shumë problem i madh, për shkak se dihet qasje e Serbisë, vrehet që ajo nuk e ndryshon qasjen e saj, pikërisht nga hezitimet serbe, ndoshta Kosova gjithmonë ka përfituar mirë, po e kemi parë që edhe Serbia ka përfituar nga hezitimet e Kosovës. Mendoj që një bashkëpunim i mirë diplomatik me shtetet partnere, e sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të mund të arrijë atë që dëshiron Kosova, por ne nuk mund të presim tani që të gjitha do t'i marrim, ashtu të them, për shkak se në fund të ditës përvoja historike na ka treguar që gjithmonë pas luftrave ka dialogje dhe në dialogje gjithmonë funksionojnë kompromiset. Kompromiset jo gjithmonë janë të këndshme, por duhet të nxirret më e mira e mundshme. Dhe tani të presim dhe të shohim. Ajo që kemi parë nga e kaluara është për shembull, në qoftë se flasim për bisedimet në Vjenë dhe arritjen e planit të Ahtisarit, ajo ka qenë më e mira që ka mund të nxirret dhe është parashikuar në raport me serbët, një bashkësi e komunave serbe, e cila është quajtur asociacion, i cili faktikisht ka pasur rolin e një organizate jo qeveritare. Por hezitimi tani është për shkak se kemi arritur në një pikë pas zotimeve në Bruksel, ku shumë ekspert të kushtetueses dhe të shumë jurist, ekspert të çështjeve juridike, po e shohin si një autonomi funksionale për serbët në Kosovë, dhe kjo natyrisht është e rrezikshme. Kjo është edhe arsyeja pse na ka ardhur një draft ku flitet për arbitrazhin, për rezolutën 1244 e tjera e tjera. Prandaj mendoj që kjo çështje nuk ka qenë e mirë dhe mendoj që kjo forme që është ofruar është përtej asaj që është menduar në fillim. E qartë, zoti Cane, nga ana tjetër deklaratat e kryeministrit Kosovës Albin Kurti për mungesën e legjitimitetit të leadershipit serb përbën këtu një element të fortë politik në këtë fazë në të cilën ndodhet tashmë dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. A e shihni si një strategji diplomatike apo rrezikon kjo që ta tensionojë më tej procesin? Unë mendoj që kjo, natyrisht që zoti Kurti mund ta thotë ato mirë, po në fund të ditës zoti Kurti do të takohet me një përfaqësues serb dhe kur ka ndërmjetësim nga bashkësia ndërkombëtare, neve na intereson ajo se ka merr Kosova nga ajo dhe jo çka ka zgjedhur populli serb në Serbi. Ndoshta nesër pas këtij të tani pas udhëheqësit aktual mund të vijë një dhe më i keq se ky. Apo më i mirë, ne nuk e dim atë, por ne ajo çka e dim është që takimet kryeministër presidenti Serbisë thjesht janë takime të cilat duhen të shihen si takime në mes të dy liderëve shtetëror, të cilët mbi supët e tyre bartin peshën e dialogut dhe aty përfundon për Albin Kurti. Natyrisht që mund ta përdor si levë dhe si kartë diplomatike, natyrisht që mund ta përdor edhe për të siguruar garanci më të mëdha për çështje të caktuara, por mund ta përdor edhe për të shtyrë, për të ikur temave. E qartë. Mirë, zoti Cane, për të kaluar tek Serbia, e cila ka hyrë tashmë de facto në një periudhë parazgjedhore që nga fillimi i vitit 2026, dhe pse data e zgjedhjeve tashmë ende nuk është shpallur zyrtarisht, mbi një vit pas nisjes së protestave studentore dhe tensioneve politike të cilat janë krijuar në Serbi, presidenti Aleksandar Vučić ka paralajmëruar zgjedhjet parakohshme pa dhënë një fakt të saktë, por duke lënë të mundshme mbajtjen e tyre mes muajve tetor edhe dhjetor. Si e shihni, zoti Cane, kujt po i shërben më shumë kjo situatë tashmë?
Po shishani, çdo zvarritje dhe çdo paqartësi në këtë kontekst, fatkeqësisht ne jemi të mvarur kur flitet për dialogun, për shkak se neve na duhet të ecim shumë procese përpara. Po natyrisht që këto çështje të protestave, një leadership i tillë çfarë e ka Serbia më shumë i kushton Serbisë. Por për shkak të një farë mini rrugtimi ashtu ta quaj, të cilin e kemi ne dhe ku gjithmonë na del Serbia përballë, natyrisht që mund të na shkaktoj humbje kohe edhe neve. Unë veç shpresoj që Serbia, Vučići kur e shef që po humbe në Serbi nëse humb, nuk bëhet një farë agresori i tillë i cili për të shtyr pastaj mandatin e tij mund të veproj me agresivitet në tema të caktuara, ndoshta të krijojë edhe ndonjë konflikt, por tjetra, ju them të drejtën, është çështja e Serbisë. E qartë. Nga ana tjetër, zoti Canaj, sipas disa analizëve për herë të parë pas shumë vitesh sondazhet flasin për një ekuilibër mes pushtetit këtu dhe opozitës. A është një realisht një dritare mundësie për një ndryshim pushteti në Serbi, apo është vetëm një moment i përkohshëm për tani që flitet? Po shqyqani, nga ajo që e kemi parë që sa kohë protestat, paknaqësitë e qytetarëve, ndërtimi i klaneve të interesit, s'po them grupeve të interesit, por klaneve, madje të interesit brenda Serbisë nga presidenti Vučić, natyrisht që pastaj çon në irritimin e qytetarit. Në anën tjetër edhe qeverisja e gjatë, ju them të drejtën, e bën vetën mirë, po dhe dështimet politike të cilat i ka pasur, për shkak se të gjithë e dim që Vučići nuk ka pasur tema të qarta në raport me Rusinë, në raport me Kinën, në raport me Bashkimin Evropian, dhe edhe atje ka një strukturë qytetare e cila ndoshta e dëshiron një riorientim. Por këto janë arsyet pse Vučićin natyrisht që rrëzojnë dhe mendoj që kjo është shansa që faktikisht opozita e tanishme të marrë pushtetin. Në fakt, zoti Canaj, Nisma, një student në çdo fshat synon të thyejë dhe dominimin e mediave pranë qeverisë dhe duke shkuar direkt tek qytetarët në këtë rast. Sa efektive është kjo strategji në një sistem ku pushteti kontrollon informacionin dhe institucionet? Po shishani, ndoshta ata e kanë parë si një metodë të mirë të mundshme që të shkojnë derë më derë. Keni vërejtur, ne kemi fushata zgjedhore të tilla derë më derë, por shkak se është çështje goxha efektive. Dhe natyrisht që kur flet me secilin qytetar, apo kur tenton të flasësh me secilin qytetar, me secilin grup qytetarësh, mendoj që përçohet edhe mesazhi më mirë, apo shkon më mirë tashti. Nuk dua të them që manipulohet më mirë, për shkak se në fund të ditës e kemi një çështje ku ata dëshirojnë edhe ta çojnë me një hap të tillë një mesazh te Bashkia Ndërkombëtare, të flasin për autokracinë që e ka kapur Serbinë, se si gjithçka në Serbi është e kapur. Dhe mendoj që është një përqim i mirë i mesazhit në të dyja anët, edhe te Bashkia Ndërkombëtare, po edhe te qytetari serb.